Rita Gjeka. Shumë e mirë dhe shumë e poshtër. Dhe shumë e poshtër. E luta njëra nga shoqet e tua që të mi bëj 3 pyetje. Njëra nga mikeshat më tha, kush të ka bërë më shpesh të qash nga viti 2015 deri në vitin 2023? Rita Gjeka. Dhe komenti ishte se mos më ngatron me Benin. Rita Gjeka. Isha e sigurt. Isha e sigurt. Rita është shoqja ime shumë e afërt dhe unë e përmenda pa ditur që ti pas ke marrë pyetje nga Rita. Edhe një mikesht mirë kam këtu me Rita Çoçolin në Shkup. Kur thash që nisem edhe për kënaqësi, nisem ndonjëherë thjesht shkoj te Merita ta shikoj, qëndroj 2 ditë dhe iki. E kam mike shumë të mirë prej rinis time sa kam mbaruar akademinë, jam emëruar në një fshat që ishte afër Maliqit ku Merita në ato kohë jeton. Jo, Merita jeton të në Korçë, po vinte prej Maliqit e na shkonim të shtëpia e saj aty. Lidhje shumë e hershme. Edhe me këto mikesha. Një koment tjetër i Ritës, thot, kena pas një luftë kush merr regjisorët më të mirë dhe aty ja kam kalu, thot. Po, dhe bën kjo është komentin. Kisha dëgjuar lloj-lloj luftërash, notoj zasërisht të themi, mes shoqësh, por nuk kisha dëgjuar për shoqe drejtoresha teatrit që bëjnë një garë për regjisorët më të mirë kush t'i angazhoj. Është për të çuditur, e kam thënë gjithmonë. Unë kam patur gjithmonë dëshirë për të marrë një regjisor. Pa i thënë kur Ritës, pa ditur Rita. Kemi qenë të njëjtën linjë, ajo gjithmonë një hap para meje. Domethënë kam dashur të marr Kushtrim Bekteshin. Shumë jam lutur. Domethënë shumë kam bërë përpjekje. Kur dëgjoj unë punonte në Shkodër. Iku kjo. Dino Mustafiç. Unë jam lutur Dino, si kam ardhur në Shkup kur bënte vdekjen e Dantonit, më duket. Edhe kam ardhur, e kam takuar, kemi biseduar, kemi vënë diçka kështu në vijë që ai do të punonte, kur dëgjoj unë Shkodër. Pa ditur Rita asnjë gjë. Dhe njëjta gjë me Altin Bashën, pra regjisor shumë të mirë. Mi kam marrë Rita përpara. Të gjithë të tjerët unë i kam marrë. Me Kushtrim Bekteshin s'kam mundur dhe do jem prapë në bisedime, do insistojmë. Dhe një pyetje tjetër, thotë 16 tetor, 16 nëntor. 16 tetor. 16 tetor, 16 nëntor, janë 2 data, ne do të shkojmë në Athinë. Do të thoni bashkë, do udhtojmë me Ritën bashkë, do marrim Benin, do shkojmë me Benin, do ta marr këtë radhë me vete, do shkojmë në Athinë se na pret Vefi, Gjenove Faredi, aktoria, dhe në 16 nëntor, unë, Rita dhe Elvira shkojmë në Berlin. Shëtitni bashkë. Po shëtit, bëjmë shumë udhtime në vit. Shumë bukur. Po, është shumë e mirë dhe shumë e poshtër. Dhe shumë e poshtër. Sa bukur, po, shumë bukur. I ka bërë shumë mirë.